Të drejt për drejt me drejtuesin e Unionit Aleksandr Qipa për të njohur më me detaje lidhur me deklaratën e bërë dhe me shqetësimet që Unioni Gazetarëve Shqiptar ngre. Zoti Qipa, përshëndetje. Faleminderit për këtë komunikim të drejt për drejt. Ju përshëndes. Zoti Qipa, mendoni se kjo rregullore qartazi përbën një hap të rrezikshëm të marrëdhënieve të gazetarë të medias me drejtësinë dhe mendoni që është një pengesë drejt për drejt që cënon jo vetëm lirinë e informacionit, por edhe vetë parimin e publicitetit në të seancave gjyqësore. Cili është qëndrimi dhe qasja juaj? Po qëndrimi jonë lidhet kryesisht me kapitullin që i referohet marrëdhënies së institucionit me mediat dhe me reporterët, me gazetarët. Edhe rregulloria, edhe komentari i publikuar në faqen zyrtare të gjykatës së posaçme kundër krimit të organizuar, mbart disa probleme, sidomos në pikat specifike të procedurave, të komunikimit dhe të hyrjes apo të qoftë edhe të realizimit të misionit raportues së mediave dhe gazetarëve. Ka përcaktime kufizuese, censuruse, penguese dhe aspekte burokratike të cilat në një lloj pikpamje nuk vlejnë për atë marrëdhënie që ka përgjithsisht media dhe gazetari me kohën. Vetë në një pikë të posaçme të kësaj rregullore dhe të komentarit të saj, kur bëhet fjalë për procedurën e akreditimit të mediave dhe gazetarëve, kemi të bëjmë me një paradoks burokratik. Kërkohet një regjistrim një herë në vit, çka do të thotë që ne dim fort mirë që në strukturat redaksionale të mediave tona ka lëvizje gazetarësh, ka paqëndrueshmëri, ka në të njëjtën kohë largime apo udhëtime të ndryshme të cilat mund ta zvendësojnë reporterin apo gazetarin që ndjekin këtë institucion në përditshmërinë e vet. Atëherë për këto largime dhe ndryshime, a do të pritet përsëri vendimi burokratik i gjykatës, i kaluar në ato që quhet aulat e saj të procedimit burokratik? Këto janë pengime dhe në një lloj pikpamje japin efektin e censurës. Mënyra si përcaktohet kufizimi i regjistrimit, i përdorimit të mjeteve logjistike të gazetarit, praktika e regjistrimit dhe akreditimit të operatorëve dhe nga ana tjetër edhe kufizimi i mos regjistrimit të çdo seance gjyqësore etj. Këto janë elemente të kufizimit dhe që në një lloj pikpamje çnojnë si një precedent i rrezikshëm edhe ligji themelor të Republikës që është kushtetuta, dhe ne edhe në deklarate kemi përcaktuar se konkretisht për cilin nen të kushtetutës bëhet fjalë, sikundër kjo bie ndesh edhe me Konventën Evropiane për liritë themelore të drejtave të njerëzit. Zoti Qipa, përpara se të shkoj të pyetjet e tjera, nga ana praktike, si mundet një gazetar në 2026 të rikthehet, të raportojë mbi çështje të rëndësishme dhe serioze që janë tani në GKK, pa pasur as mundësinë e kamerave, pa as të telefonave celulare për përcjell informacion në kohë reale, po të kthehemi sërish në kohën e gazetarëve që mbanin shënime me lapse me letër. Pra nga ana praktike, kur dalin, kur përhapet, kur t'i çohet ky informacion te audienca, çfarë sjell ky proces? Janë dy gjëra të ndryshme, procesi dhe detyra e gazetarit dhe nga ana tjetër kufizimet dhe përcaktimet që bëhen edhe tek komentari, edhe tek rregulloria e GKK-s. Këto janë dy marrëdhënie të cilat sot jetojnë pashmangshmërisht në antagonizëm, në kundërshti dhe në mungesë të eficiencës së gazetarit për raportimin e njëkohshëm, apo qoftë edhe për ndërhyrjen e tij, sepse vetë në rregullore dhe në komentar ka kufizime për mënyrën dhe madje nuk diskutohet fare për seancat e papritura dhe për zhvillimet e befta që mund të ketë brenda institucionit për çështje të ndryshme dhe procese të ndryshme. Dhe kjo në vetvete nuk është gjë tjetër veçse është një mishërim i një realiteti censurus, pengus dhe kufizus. Të tri këto elemente, të cilat janë aq të stigmatizuara në realitetin e raportimit edhe nevojën e medias për të qenë gjithmonë në kohezionin e vet raportues, bien ndesh prej gjykatës dhe kryesisht prej protagonistëve që kanë mishëruar tekstin pengus që është përcaktueshmërisht rregulloria dhe komentari i gjykatës. Nga ana tjetër, problemi që mendoj unë se shfaqet e mishëruar në tekstin e këtyre dy dokumentave të GKK-s ka të bëjë me pengushmërinë për të marrë jo gjithçka që ka dhe ndodh në një proces gjyqësor.
Dhe këtu krijohet precedenti që ja atribuon këtë të drejtë të selektorit ose strukturës së sigurisë së institucionit ose administratorit. Mirë po ne dim fort mirë që një gazetar nuk mund të parandaloj zhvillimet e befta dhe nuk mund t'i parashikoj ato aq më tepër. Dhe këtë gjë duhet ta zgjidh gjykata përmes procedurës burokratike dhe sidomos diskrecionit administrativ që ajo mbar dhe që mishëron në dy tekstet të cilët i përmenda.